ju la porosi, ju la testament që ndaj grave të sillen i mirë, dhe jo një njeri i cili do ta ofendon atë, i cili do ta nënçmon atë, i cili do ta shkel atë, i cili do ta rreh atë, i cili do ta përgjak atë, e jo ma i cili do ta vret atë. Subhanallah, deri në këtë shkallë, kur njerëzi ja kthejnë shpinën fesë Allahut Azza wa Jall, do të dëgjosh edhe do të shohësh që burri e ka mbyt gruan e vet, burri e ka vra gruan e vet. Subhanallah, atë grua që për të është kujdes një babë dhe një nanë, e kanë lind atë, e kanë rrit atë, e kanë edukuar atë, e kanë ruajt atë, jetën ja kanë kushtuar asaj, dhe në fund pa asnjë lloj çmimi, pa asnjë lloj kompenzimi, pa asnjë lloj investimi, pa asnjë lloj angazhimi, e merr baba vajzën me duart e veta dhe ja jep dhurat një mashkulli të huaj, i cili nesër do t'jetë bashkëshorti, burri i saj i afërt, i cili do ta ruan atë edhe më shumë se baba, i cili do ta mbron atë, i cili nëse do të vjen në pyetje që të vritet për ta mbrojt nderin e vet, do ta jep edhe jetën e vet. E nesër del burri, nesër del bashkëshorti, i cili i përvjel krahët dhe tregon trimri dhe tregon burni, që me boksa, me grushta, me dajak ngritet mbi bashkëshorten e vet. Subhanallah, çfarë edukatë është kjo?